Kishte një kohë kur ngjihja shkallët e shtëpisime dhe ndihej si sfidë. Jo shkallë malore, thjesht 15 shkallët e zakonshme, nga dhoma e gjumit deri në kuzhinë. Çdo mëngjes alarmi binte, unë shtyhja snuz dhe kur ngrihesha trupi ndihesha si blok betoni. Bëja kafen, prisja dhe ndihesha pothuajse njësoj si para kafes, thjesht me zemrën pak më shpejt. Mëngjeset ishin 2 kafe dhe diçka e ëmbël. Drekat ishin çfarëdo kishte afër. Pasditet ishin luftë me veten, ajo ore tmerrshme midis 2:30 dhe 4, kur sytë rëndësoheshin dhe mendja mjegullohej. Mbrëmjet ishin divan, jo sepse doja, por sepse nuk kisha forcë për asgjë tjetër. Mjeku tha se gjithçka ishte normale. Analizat ishin mirë, por unë ndihesha si dikush që mbante një peshë të padukshme mbi shpatulla çdo sekond. Fillova të mendoja, ndoshta kështu jam unë, ndoshta kjo është gjenetika, ndoshta duhet të mësohem, por nuk e pranova. Dhe ai refuzim i heshtur ishte gjëja e parë e mirë që bëra. Fillova të vëzhgoj, çfarë hëngra, kur hëngra, si ndihesha pas, dhe ngadalë, me gabime dhe surpriza, zbulova 7 gjëra të thjeshta që ndryshuan gjithçka. Ushqimi i parë, tërshëra. Tërshëra nuk ka asgjë glamuroze. E kisha provuar një herë, e bërë me ujë, pa krip, pa asgjë, dhe e kisha gjetur si letër të zier. Ktheva kurrizin. Por kur fillova seriozisht të kërkoj ndryshime, emri i tërshërës shfaqej gjithkund. E provova sërish, por ndryshe. Pa krip, kanell, lugmjalt, boronica sipër, dhe pastaj prita. 2 orë pas mëngjesit ndodhi diçka e papritur. Asgjë. Nuk u ndihej i uritur, nuk u ndihej i lodhur. Energjia ishte aty, e qetë dhe e vazhdueshme, si zjarr me dru të trash që digjet ngadalë. Para tërshërës, mëngjesi im ishte kafe dhe sheqer, stimulim artificial që të ngrej për pak orë dhe pastaj të lë edhe më poshtë. Tërshëra e ndërpreu atë cikël. Karbohidratet e saj komplekse lëshojnë energji ngadalë, duke mbajtur sheqerin në gjak të qëndrueshëm pa rritje dhe rënje të papritura. Pas javësh, vura re edhe diçka tjetër. Gjumi kishte ndryshuar. Bija më lehtë, zgjoheja pak më pak i lodhur. Magnezi dhe vitaminat e grupit B të tërshërës kontribuan te funksionimi i sistemit nervor dhe trupi e njeu. Ushqimi i dytë. Vezët. Vezët i kisha hëngër gjithë jetën si opsion i fundit, kur nuk kisha asgjë tjetër. Por kur fillova të vëzhgoj, vura re. Ditët me vezë kishin diçka ndryshe. Një stabilitet, si të qëndronit mbi tokë të fortë. Proteinat e vezëve, me të gjitha aminoacidet thelbësore, ndikojnë drejt për drejt te neurotransmetuesit, ato substanca kimike që transmetojnë sinjale midis qelizave të trurit dhe ndikojnë te humor, fokus dhe energji. Vitamina B12 e vezëve ndihmon trupin të kthejë ushqimin në energji të përdorshme. Dhe kur B12 mungon, lodhja bëhet e rëndë dhe mendja mjegullohet pa arsye të dukshme. Brenda 2 javësh, orët e para të mëngjesit u bën ndër orët më produktive të ditës. Qëndroja i fokusuar, i kthjellët, i pranishëm, jo duke luftuar me mendjen për të qëndruar gjallë. Dhe acarimin e pashkakshëm të mëparshëm e kuptova. Ishte truri im duke luftuar me luhatjet e sheqerit. Proteinat e vezëve, bashkë me tërshërën, i eliminuan ato luhatje. Ushqimi i tretë. Spinaci. Rreth mesditës ndihesha gjithmonë i lodhur në mënyrë jo proporcionale. Nuk kisha bërë shumë, kisha ndenjur, punuar, menduar. Por lodhja ishte atje si errësirë e butë. Ajo lloj lodhje cerebrale, ku ndihet sikur truri po ngjihet. Spinaci erdhi aksidentalisht. Hodha një grusht në tigan me vaj ulliri dhe hudhër dhe e shtova në pjatë, por mbeti, sepse efekti u bëi dukshëm. Spinaci është plot me hekur dhe magnez. Hekuri ndihmon gjakun të transportojë oksigjen drejt çdo qelize, dhe kur oksigjeni nuk arrin mjaftueshëm te truri, ndihet saktësisht si ajo lodhje, mjegull, rëndim, plogështi pa arsye. Magnezi merr pjesë në qindra reaksione biokimike, përfshirë prodhimin e ATP, molekulës kryesore të energjisë qelizore.
Folati i spinaqit, nga ana e tij, mbështet funksionimin e sistemit nervor dhe humorin. Pas disa javësh, ngjyrja i mesditës u dobësua ndjeshëm. Dita e punës u bë më e barabartë, pa ato rënje të befta, pa atë ndjesi se po zhyteshim. Ushqimi i katërt, avokadoja. Kisha skepticizëm ndaj avokados, dukej si ushqim i modës, diçka për postime, jo për substancë. Por fillova të vëre, ditët me avokado kishin një cilësi tjetër, si dritë e bardhe qëndrueshme, pa luhatje. Avokadoja është e pasur me yndyrna të shëndetshme, dhe yndyrnat e shëndetshme janë ushqimi i preferuar i trurit. Truri është gati 60% yndyrë dhe cilësia e yndyrnave që konsumon ndikon drejt për drejt te cilësia e funksionimit të tij. Yndyrnat e avokados ngadalsojnë tretjen, duke krijuar ndjenjë ngopjeje të qëndrueshme, pa arritje dhe rënje energjie si karbohidratet e thjeshta. Fibrat e saj ushqejnë bakteret e mira të zorëve, dhe shëndeti i zorëve reflektohet te si ndihet njeriu çdo ditë. Ka diçka të bukur në këtë. Ajo që ndodh thellë brenda trupit shprehet te fytyra, te qëndrueshmëria, te humori i ditës. Kuptova diçka të rëndësishme. Yndyrnat nuk ishin armiku, ishin partneri. Ushqimi i pestë, boronicat. Pasditen, atë orë të mërshme midis 2:30 dhe 4, e kisha luftuar me kafe, çokoladë dhe sheqer. Ndonjëherë kisha fituar, shpesh e kisha humbur. Pastaj, rastësisht, hëngra një grusht boronica si snack pasdite. Ora 3:30 kaloi dhe unë ende isha duke punuar me fokus, pa mjegull, pa rënje, thjesht, prezent. Boronicat janë ndër ushqimet me përqendrimin më të lartë të antioksidantëve, veçanërisht antocianinave, ato pigmente blu-vjollce. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira dhe reduktojnë inflamacionin kronik të ulët, njëri nga faktorët kryesor të lodhjes së vazhdueshme. Nuk ishte si kafeja, nuk ishte stimulim, ishte si pastrimi i ajrit nga një dhomë e mbyllur. Befas, gjithçka ndihej më e qartë. Boronicat u bën sneku i pasdites, jo biskota, jo kafe, një grusht boronica, dhe ajo orë të mërshme u bë e menaxhueshme. Ushqimi i gjashtë, arrat. Kishte net kur nuk gjeja gjumë, jo nga shqetësimi, por nga jo ndjesia se motori nuk mund të fiket. Mendja lëviste, idet kalonin, trupi nuk gjente qetësi. Arrat hyn aksidentalisht. Dikush tha, arrat janë ushqimi i trurit, dhe unë e kisha dëgjuar kaq shumë herë sa nuk e merrte seriozisht. Por fillova t'i ha çdo mbrëmje, një grusht i vogël, dhe pas disa javësh vura gjumi u bë më i thellë. Arrat janë të pasura me omega-3 antiinflamatore dhe magnez, dy gjëra që ndihmojnë sistemin nervor të relaksohet natyrisht. Omega-3 ndikojnë te prodhimi i serotoninës dhe dopaminës, neurotransmetues kryesor të humorit dhe motivimit. Kur ato janë të mjaftueshme, ndihet drejt për drejt. Humori është më i qëndrueshëm, fokusi vjen më lehtë. Mbrëmja nuk është luftë. Dinin kur harroja të hëngra arra dhe ndihesha. Gjumi nuk ishte aq i thellë, mendja nuk qetësohej aq shpejt. Kjo ishte prova më i mirë, jo kur i hëngra dhe u ndjeva mirë, por kur nuk i hëngra dhe mungesën e ndjeva. Ushqimi i 7, salmoni. Kishte mbetur diçka, një boshllëk i qëndrueshëm. Isha bërë shumë përparim, por truri im i mungonte ende ajo fluencë, ajo thellësi fokusi. Ishte si të shkruash me laps me maj të ngrosur. Fjalët dilnin, por jo me precizionin e duhur. Salmoni ishte ushqimi i 7 dhe efekti i tij, padyshim, ishte më i ndjeri ndër të gjithë. Salmoni është jashtëzakonisht i pasur me omega-3 të tipit DHA dhe EPA, forma të gatshme të acideve yndyrore që truri i nevojitet drejt për drejt. DHA është komponenti kryesor strukturor i korteksit cerebral, shtresa e jashtme e trurit përgjegjëse për mendimin kompleks, fokusin dhe kreativitetin. Ndryshe nga omega-3 i arrës që trupi duhet i konvertojë, ato të salmonit hyn direkt ku nevojiten. Javën e parë pas futjes së salmonit 2 herë në javë, ndiheshe diçka. Jo revolucion, por kthjellësi. Gjërat lidheshin me njëra tjetrën më shpejt. Idetë fluturonin me më pak fërkesë. Konversimet ndiheshin më të lehta.
Vitamina D e salmonit gjithashtu ndikojnë te humori. Deficienca e saj është shumë e zakonshme dhe shfaqet si lodhje, humor i rënd dhe mungesë motivimi. Salmoni mbushi boshllëkun e fundit. Ishte ngadhnjimi i fundit i një betejë të gjatë. Kur shoh prapa, gjëja që më godet nuk është ndonjë ushqim specifik, është modeli, mënyra se si çdo ndryshim i vogël ndërtoi mbi atë të mëparshmin, si bloqe të qeta, pa pretendime, derisa kishte ndërtuar diçka solide. Nuk pati një moment eureka. Ishte si të shikosha fotografi të vetes ndër vite dhe të vëresh se dikur ke qenë ndryshe, pa e pasur ndjerë ndryshimin ditë për ditë. Pastaj, një ditë, u gjeta duke ngjitur ato 15 shkallë me hap të shpejt, pa e menduar. Nuk kisha mbajtur dorëzën, nuk kisha ndalur, nuk kisha ndjer asgjë. Dhe kjo, asgjë, ishte e gjitha. Mungesa e lodhjes ndihet si çlirim. Kuptova diçka fundamentale. Trupi im nuk kishte qenë i prishur, nuk kishte pasur asnjë defekt të fshehtë, asnjë anomali gjenetike, asnjë fatalitet. Kishte qenë i uritur, jo për kansitet, por për cilësi. Kisha mbushur stomakun çdo ditë pa e ushqyer trupin asnjëherë. Dallimi midis këtyre dy gjërave, mbushjes dhe ushqyerjes, ishte dallimi midis dy jetëve krejtësisht të ndryshme. 7 ushqimet nuk ishin mrekulli, ishin gjëra ekzistuese, të thjeshta, të disponueshme, por unë i kisha kaluar pranë pa i parë kurrë me sy të vërtet. Tërshëra më dha qëndrueshmërinë e mëngjesit, vezët më dhanë fokusin e orëve të para, spinaqi mbushi ato bushllëqe të padukshme minerale, avokadoja ushqeu trurin me atë që donte vërtet, boronicat pastruan mjegullën e pasdites, arrat qetësuan natën, salmoni ndriçoi mendjen. Secila bëri diçka të veten, por bashk bën diçka shumë më të madhe, më kthyen mua vetes. Nuk po them se jeta u bë perfekte, nuk po them se lodhja zhduku kurrë, por sot, kur ngjitem shkallët, nuk i mendoj fare. Sot, kur ulem të punoj, mendja është aty, e plot, e pranishme, e gatshme. Sot, kur bie të fle, bie me qetësi dhe zgjohemi me ndjenjen se gjumi bëri punën e tij. Dhe kjo, ky version i zakonshëm, i qetë të energjisë normale, është gjëja më e çmuar që kam gjetur. Jo sepse është spektakolare, por sepse është e imja, sepse e fitova jo me formula magjike, por me vëmendje, me kureshti dhe me 7 zgjedhje të thjeshta bëra çdo ditë, duke vazhduar nga ku ndodheshim. Nga jo ndjesia e fituar e qetësisë dhe energjisë, ka diçka tjetër që dua ta ndaj, diçka që nuk e prisja kur fillova këtë udhtim. Kisha menduar se ndryshimi do t'ishte fizik, kisha menduar se do të ndihesha më i fortë apo më aktiv, dhe kjo ndodhi, por nuk ishte historia e vërtet. Historia e vërtet ishte diçka shumë më në brendshme. Kur trupi ka energji të vërtet, jo të nxitur me kafeinë dhe sheqer, por të lindur nga brenda, nga ushqimi vërtet, njeriu fillon të ndryshojë edhe si mendon, bëhet më i durueshëm, reagon më pak me impuls dhe më shumë me qetësi. Gjendet duke zgjedhur gjërat me ndërgjegjshëm, jo sepse ka disiplinë hekuri, por sepse trupi nuk kërkon kompensim të vazhdueshëm. Para, çdo vendim i vogël ishte i rënd. Të zgjidhje çfarë të hash, çfarë të bësh, çfarë të thuash, gjithçka dukej si barr. Tani e kuptoj pse. Trupi i lodhur e sheh botën ndryshe. Gjithçka ndihet e komplikuar kur ke pak energji, dhe gjithçka ndihet e mundur kur energjia është aty. Ndryshimi te humori ishte ndoshta surpriza më e madhe. Nuk kisha pritur që ushqimi të ndikonte kaq drejt për drejt te si ndihesha emocionalisht, por ndikoi. Ankthi i ulët i vazhdueshëm, ai zhurmë me heshtur në sfond, u qetësua. Acarimi i pashkakshëm u zbe. Dita kishte një ton ndryshe, jo euforik, jo artificial, thjesht i mirë, qetë dhe i mirë. Marrëdhëniet ndryshuan gjithashtu. Kur ndihesha kronikisht i lodhur, njerëzit rreth meje ndiheshin si barr, jo sepse ishin, por sepse nuk kisha asnjë rezervë emocionale për t'u dhënë atyre diçka. Tani isha prezent, dëgjoja, qeshja më lehtë.
Kisha durim për biseda të gjata, për momente të zakonshme familjare, për ato takime miq që dikur i shmangja sepse nuk kisha energji. Dhe kjo ishte ndoshta gjëja që nuk e kisha parashikuar kurrë, që ushqimi i mirë nuk ndikon vetëm te trupi, ndikon te lidhjet me njerëzit, ndikon te prezenca jote në jetën e atyre që do. Ka një gjë tjetër që dua ta them me sinqeritet. Nuk bëra gjithçka për një herë dhe nuk bëra gjithçka perfekt. Kishte ditë kur hëngra keq, kur harrova ushqimet, kur isha i ngutshëm dhe mbushja stomakun me çfarëdo kishte afër. Dhe ato ditë ndihesha. Nuk ndihesha si dështim, por si kujtesë. Trupi ma kujtonte butësisht se si kishte qenë para, dhe sa ndryshe ishte tani kur jepja atë që i nevojitej. Mësuam të dua ushqimin ndryshe, jo si armik, jo si shpërblim, jo si kompensim emocional, si bashkëpunim, si dialogu midis meje dhe trupit tim, ku ai flet me energjinë, me humorin, me gjumin, dhe unë dëgjoj me atë që zgjedh të ha. 7 ushqimet nuk janë formula e vetme për të gjithë. Trupi i çdo njeriu është ndryshe, historia e çdo njeriu është ndryshe, por ajo që është universale është principi. Trupi yt është përgjigjet asaj që jep, gjithmonë, me qiltëri të plot, pa gënjeshtra. Nëse ndihesha si unë dikur, i raskapituar, i mjegullt, pa gjallë pa arsye, nuk do të them bëj saktësisht çfarë bëra unë, do të them diçka më të thjeshtë. Fillo të vëzhgosh. Çfarë ha sot? Si ndihet trupi yt 2 orë pas? Kur ndihen gjërat mirë, çfarë ke ngrënë? Kur ndihen keq, çfarë ka ndodhur? Trupi flet gjithmonë. Thjesht duhet dikush të dëgjojë. Dhe kur fillon të dëgjosh, kur fillon të lidhesh pikat midis pjatës dhe asaj si ndihesh, ndodh diçka e bukur. Jo revolucioni befët, por ndërgjegjësimi qetë, i thellë, i vazhdueshëm. Dhe atë ndërgjegjësim askush nuk mund ta marrë. Unë ngrita nga ai njeri që luftonte me 15 shkallë çdo mëngjes, jo me suplement të shtrenjtë, jo me regjim drastik, jo me sakrifica të mëdha. Me tërshora dhe vezë në mëngjes, me spinaq dhe avokado në drek, me boronica pas dite, me arra natën, me salmon 2 herë në javë. Gjëra kaq të thjeshta, gjëra kaq të zakonshme, dhe një jetë kaq ndryshe. Duke mbyllur këtë histori, dua të qëndroj një moment me ty, jo si narrator, por si njeri. Sepse ka diçka që shpesh harrojmë kur flasim për shëndetin dhe ushqimin. Harrojmë se pas çdo zgjedhje ushqimore, ka një njeri me jetën e tij, me lodhjen e tij, me shpresat e tij. Dhe njeriu ai nuk ka nevojë për leksione, ka nevojë për kuptim. Ka nevojë të di se nuk është vetëm, sa ajo lodhje e zakonshme, e padukshme, e përditshme, nuk është e pashmangshme. Kisha jetuar shumë kohë duke besuar se lodhja ishte kushti im i zakonshëm. Dhe ky besim, kjo dorëzim i heshtur ndaj asaj si ndihesha, ishte zinxhiri më i rëndë. Jo kafeja e pamjaftueshme, jo gjumi i keq, jo stresi, por bindja se kështu do të ishte gjithmonë. Kur atë bindje e theva, kur thash jo, nuk jam i detyruar të ndihem kështu. Gjithçka tjetër pasoi natyrshëm. 7 ushqimet nuk ishin fundi i udhëtimit, ishin dyert e para që hapa, dhe pas tyre kishte dritë. Jo dritë dramatike, jo ndriçim mistik, thjesht dritën e zakonshme të një dite të mirë, të një mëngjesi ku ngjihesh dhe ke dëshirë të bësh diçka, të një pasdite pa rënje, të një mbrëmjeje ku ke ende diçka për t'i dhënë njerëzve që do. Nëse ke lexuar deri këtu, apo nëse ke dëgjuar deri këtu, ndoshta ke njohur veten diku në këtë histori. Ndoshta ke ndjera të lodhje, ndoshta edhe ti ke shtypur snuzin shumë herë, ndoshta edhe ti ke pasur orën e tmerrshme të pasdites, kafen e 4, divanin si strehimi vetëm i mbrëmjes. Nëse po, kjo nuk është gjendja jote e përhershme. Trupi yt nuk është prishur. Ai thjesht pret diçka tjetër, diçka më të mirë. Dhe gjëja e bukur është se atë diçka tjetër nuk e gjejmë larg, e gjejmë te pjata, te zgjedhja, te vëmendja e vogël e përditshme. Tërshëra e qëndrueshme e mëngjesit, vezët që ushqejnë mendjen, spinaqi që plotson ato boshllëqet e heshtura minerale, avokadoja që ushqen trurin me kujdes, boronicat që pastrojnë pasditen, arrat që qetësojnë natën, salmoni që ndriçon mendjen. 7 gjëra, 7 zgjedhje, dhe mbrenda tyre, nëse dëshiron t'i bësh,
fillon një version ndryshe i vetes, jo i përsosur, jo pa lodhje kurrë, por i gjallë, i pranishëm dhe, gjë që ja vlen mbi çdo gjë, i lirë nga ajo peshë e padukshme që ke mbartur kaq gjatë, pa e ditur se nuk duhej ta mbarje. Unë e hodha atë peshë, dhe shkallët e mia tani ngjiten lehtë.